Së pari, ju dhe çdo shqiptar mësuat dje se shifra e paguar ishte 14 herë më e vogël nga ajo që shpalli Edi Rama dhe makineria e tij mashtrimit. Në rast se shkoni në mars të këtij viti, do të gjeni shifrat 22 milion e me radhë. Dhe ju e pat, dhe shqiptarët e pan, se kjo shifër ishte jo 10, por 15 herë më e ulët. 15 herë. Pra, tullumbacja skandalit të tyre u çfry dhe atyre u ngeli mashtrimi në dorë. Mashtrimi në dorë. Kjo ekipi i La Civita, pa diskutim ekipi më serioz i botës, me eksperiencën më të jashtëzakonshme. Por dhe bëri më të mirën e mundshme. Dha një ndihmë jashtëzakonisht të çmuar. Organizoi një fushat që shqiptarët se kishin parë kur më parë. Por ekipi i tyre nuk ishte përgjegjës për diktaturën autoritare të vendosur në Shqipëri nga Edi Rama. Jo. Me që jam këtu dhe më bërë këtë pyetje, unë shtoj disa pyetje, jo për ju vetëm, për çdo qytetar shqiptar. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit, në rast se në kundërshtim flagrant me parimet ndërkombëtare të demokracisë dhe pluralizmit, Edi Rama nuk do të arrestonte në vitin elektoral dhe të ndiqte penalisht liderët e 3 partive kryesore opozitare. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në qoftë se Edi Rama, duke shkelur 4530 herë ligjin e vendit, nuk do organizonte 4530 evente, siç thon raportet ndërkombëtare, për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Cili do ishte rezultati i zgjedhjeve të 11 majit në rast se Edi Rama nuk do të përdorte të gjitha rezervat, burimet e qeverisë në fushat elektorale, duke shkelmuar parimin më themelor të zgjedhjeve, parimin e barazisë, duke krijuar një fushë krejt të barabartë.